إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur xhamatli të nderuar dhe shumë të respektuar, të gjithë së bashku i falenderohemi Allahut për të mirat që na i ka dhuru, për këtë liri që jemi duke përjetu, për mirësitë e panumërta që ky popull është duke u rrotulluar këtu, e shpesh herë i pavetdijshëm për ta falenderuar Allahun sa ai e ka meritu, sepse Allahu xhalla xhelaluhu kërkon prej neve mund angazhim me dhënë një përkushtim për hatër ti. E Allahu dhul xhelal është betu, madje me 10 ajete na ka porosit, e selam na ka thu. Nëse ju mundoni, madje shqiptarët shumë bukur e kanë kuptuar dhe kanë akceptuar thënien dhe porosin dhe amanetin e Allahut, ti pak e Zoti shumë. Ti ja bën pak hizmetin, e Allahu dhul xhelal nuk e lën pa të ndihmu. Madje edhe ato ku e ke lënë mongu, ai ka me plotsu. Nëse nuk e ke kry si duhet, Allahu ka me merremetu. Është i madh ai lyp dhul xhelal vetëm me po dëshirën, preokupimin, dertin, gojlen tone, Allahu dhul xhelal pjesën tjetër ka me ndërtu, ka me rregullu. A thu vallë pse? Sepse gjatë historisë vllazën Allahu te bareke u taala me Kur'an na e ka sjell 1/3 e Kur'anit fakte historike, dokumente të jashtëzakonshme që i vyn njeriu të me ndërtu të ardhmën e tij, nëse atij nuk i mungon dëshira për të përmirësuar. Për këtë arsye, të dashurit e mi, populli shqiptar duhet me pas kujdes në disa elemente në bazë unë çka jam duke e vërejt dhe duke e përcjell me vëmendje lëvizjen e popullit tonë, sepse ne jemi pjesë integrale çdo procesi me të cilën neve na ka ndërua Allahu, por edhe na ka sprovuar Allahu, se sprovat na nuk i zgjedhëm, edhe mirësitë e Allahut në një kënd vështrim nëse nuk dimi falenderu Allahut, ato shndrohen pastaj në sprova. Kjo liri, kjo mirësi, kjo begati, këto mirëqenie të cilat na sot jemi duke i përjetu me gjitha vështirësitë e veta, mungesa e një kënaqësie, një lezeti që është prezent, të dashurit e mi, na duhet me lyp ku është defekti. Prandaj unë kam menduar që një prej defekteve të njerëzve tanë është se na, vllazën të dashur, kemi problem me hijanet. Hijaneti është një xhelozi e teprume e pështjellur në lakmi të tepruar. Nuk i qef tjertë mi po mirë. Nëse nuk i argument me i rezistu, tamam që shë lyp udha Zotit, atër ki qef me i likfidu ata njerëz, vetëm pse nuk të pëlqejnë dhe nuk shtojnë për shtati. Zoti njerëz i kalon të lirë, edhe me menu lirë, edhe me shprej lirshëm, edhe me i mbështet njerëzit lirshëm. Mirë për të dashurit e mi, në asë një rrethon besimtari i këtyre trevave, shqiptari autokton, ne që jena me shumicë absolute islame, na të dashurit e mi duhet me ngrit një vetdije, me dol një shkollë ma nalbre, se islami, a dini që do më thonë feja islame? Feja islame në krahasim me shkollat tjera, në krahasim me mesazhet e pejgamberëve më të hershëm, prej Isës, e Musës, e Ibrahimit alayhis salam, e pejgamber që veç Zoti e di numrin e tyre, është akademi. Feja islame është akademi. Është akademi. E këtë akademi të dashurit e mi duhet me pas një bazament. Atë bazament sa shahidi ka ra,
që na sot me e jetu lirshëm, me kuptu lirshëm, me dasht lirshëm, një element që nuk o të më pëlqy, një gjuhë e cila po thret në denigrim të vlerave tona më sublime të mëndshme që i ka shqiptaria, të munu me çdo kusht mërzu tjetrin, o vëlla, Zoti ka do njerëzit në puka. E ke po çdo të kod e ka rrethin e vet, e ka grupin e vet, e ka leadershipin e vet. I modhi Zot për secilën rrethon të kohore, ka qu njerëz caktum. E shqiptarët në vendse të dashrit e mi me ndërtu atë pjesën ku e kanë lënë e me qu për pjetë, qumi rrokum na me zvete. Pse? Se lojaliteti jun, mbështetja jun nuk ndërtohet me romjet lirë, por ndërtohet me inati. Na shqiptarët edhe kur dojna me inati. Nuk është dashuri kjo, nuk është rezultat i kësaj dashurie. Allahu po thot ndryshe. Allahu thot në Kur'an: "Walladhina jahadu fina", ata që u munun me ardh te na, thot "Lenehdiyannahum subulana", na kena me i forcu ata, na kena me i përkrah ata, na kena me i mbështet ata, na nuk i lojmi pa i qëndru pas, sikur Musa a.s. me Harunin, kur u nisën të Firauni, i tha Allahu Musës: "O kula lehu qawlan layyina", Firaunin merrni me të mirë ju dy. Musa a.s. nuk e ka pas të letë mu ballafaqu me Firaunin. A dini pse vllazni që është për jallo një detaj. Mu takuti me Firaunin, në të ku është dosh komplet, kun kimen, trup mos me lon pa hik. Komplet me vetla, komplet me krye, me ftyre, me krejt. E llogaritet tash me intim pallatin mbretnor ku ka jetuar i kriminal dhe diktator, krejt ata tulloca ato, veç ti Musa a.s. me Harunin, me mjekër, edhe me flak, edhe po shkon Musa a.s. veç para mendoti, tak me shkupin, tak, edhe pi thot: "Ti je robi Allahut, Allahu më ka dërgu mu të ti, mos mi bo pa drejtësi benu Israelve." E kujt për ballafaqohet, kanë me marrë më të mirë një njeri që një po thotë një Zoti. Edhe këtu, të mund njeriu të më diktator të mund shumë, Allahu po thotë: "O me të mirë, o vllazni, respekti, autoriteti, nuk mirët me dhunë." Edhe një gjodine, ai që ka bo hizmet qështjes kombëtare, ai që ka bo hizmet kauzës të fesë, edhe ka bo përizet Zotit, këtë buë ta mu qunë kom, me ta mohu, kush që ta mohën nuk ka. Këtë buë ta mu qunë kom, me ta dhonë, s'ta ka dhonë Zotit, s'ke nuk shka me të thone, po kjo është me të dhone, a petë të dashët e mi nuk ka mundësi ti me e posë në pëllëm të dorës. Ja e në munu pejgamberin ton a.s. ja me vara, ja me përgënjeshtru, ditën e natën, thurnin plane kundra ati të bekumit, krejt që ata që thurnin plane, ma dje dhe vjersha dhe ata u lavdëroheshin, cili pe thot vjershën më të mirë, për me e sulmu autoritetin e pejgamberit a.s. natën shkanin edhe nganin pejgamberin a.s. duke lexu Kur'an. Edhe i nxanke gjumi, kur u qeshin sabah për rrezave të para të diellit, krejt me Ebu Gjehli, Ebu Sufjani, Ebu Lehebi, e do tjerë, cilët më pak i njufim na me emna, që i leadershipi që ish pregadit kundrejt kurthave, edhe u munën të në gjdo aspekt më rëzu autoritetin e Muhammedit a.s. i zgjante rrezja e diellit që ishin shku edhe e kishin ngu. A qka thëshin me zveti? Qëre sonte e kena ngu, se shumë interesant ka full, se gjuha Kur'anit ka një stil artistik të jashtëzakonshëm, që e fletë Allahu te barku ta'ala, zgjën kurreshtje, edhe armiku më i përbetum, kur të ndëgjan, e lem pa tekst. Sikur në një rast, ka ardhë një kurreshit,
i cili ka qenë një pozitë shumë të madhe në shtetin e asoj kohë Mekas, edhe i ka fol pejgamberit a.s. i ka fol pejgamberit veç pengon. A e din ti Muhammed i kujt je? A e din ti nipi i kujt je? A e din ti Muhammed çfarë njeri madh je? A e din që na ty të bojna të mretin e Arabis? A e din që na ty të bojna në pasunikun e krejt el alemin? A e din ti Muhammed që të martojna me kënd dush, me bukuroshën më të mirë të Arabis? Veç je këdur ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç pe këshyr. Fuli. Dikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, a ki halo me shtu? Tha, jo, e kreva, mos kam qa me shtru. Apo më gënë, tha, unë tha, tash ti fuli dë fjallë. Ja ka nis pejgamberi a.s. jo fjallë të veta, po fjallë të Zotit. Mi a citu disa ajetet Kur'anit, pasha Allahun. Një prej rivajeteve të këtij hadithit është që kur kam rrinë ajetin e 5, ai ka thonë, o nalo, se nëse e vazhdojsh veç edhe pak, këto ma përfitu zamrën. Qëre, na kena nevoj për qëtësi shpirtit tonë, s'kena nevoj për këto nervozizma, se edhe si popull në gjen e kemi nervozën, edhe si popull në gjen na mungojnë shprehje tona, jo pse gjua shqipe është e varfne, po na jemi të varfër në lexim gjua shqipe. Për këtë arsye pastaj edhe na nuk kemi shumë fjalor për të ballafaqu, por të vetëm fjalor e kena me shoh, me linçu, me nënçmu, me përbuz. A njeriu i cili është i ngritur dhe është i përmbushur, shpirtin e ka të përmbushur, është i ngrit, i përmbushur i bjet i ngit, i ngopun. Ai nuk ka nevojë për me shoh. Ai ta kthen me mënyrë më të mirë të mundshme. Por nëse nuk zën fjala e tij pesh edhe vend në shpirtin dhe zemrën tonë, ai buzëqesh edhe largohet. Largohet me paqe, largohet me mirësi. Kështu Zoti neve na ka mësu. Thuhet vllazni që një jehudi e kanë pru të Memuni. Memuni ka një mbret i një prej perandorive më të mëdha të kohës të muslimanëve. Ky muhabet para 1000 vjetë. Edhe kur e sollin ata i thojnë që ky është që ka bo një problem atje në shtet, ku e di unë çfarë problemi, nuk regjistrohet në historia. Edhe thot, mreti thot, po ta folim, thot, veç bërë shahadet edhe po ta folim. A i thot, jo, thot, unë shahadet nuk bi, thot, e që dënë mu më ekzekutom. Unë thot, nuk e ndrej fejnë tam. Edhe këj mreti që ditët, thot, me a, thot, ja, thot, unë nuk jekna, thot, pe i fejnë tam. Mirë, thot, i lirje. Haki që me ti Allahut, mas një vjeti, po i njëti, troket në derë, të mreti, thot, që po dënë, thot, unë më qaj jahudia para një vjeti atje. Ju morë, thot, me pranu fejnë islame. Edhe mreti e pranën, po bëhet kurreshtar mreti. Pse herën e parë, kur të kena lutë pranu, se ke pranu, a tash je ardhë me pranu me dëshirë. Ku ekziston kjo urtësi? A di që ka thonë kjo jahudia? Shumë interesant. Ka thonë, brenda 365 dite presoj dite. Thot, ku morë, thot, të vrota, e kum shkru, thot, i kum qitë, thot, edhe për vetit, e kum qitë kishen ajetet të Zotit, në të vrat, tha, u shqitshin ata të vrata, veshin i blejshin njerës. Tani e kum njëse dhe Injil, i shkrujsha do fjallë për të mija, fjallë të urta, i përzisha me fjallë të Zotit, u shqitshin. Kur ja njësa, tha, me shkru, tha, fjallë të Zotit në Kur'an, e mi ndrua do ajete, i shtojsha, i mangojsha, i lidhsha me fjallë të poplit, e fjallë të urta, e kështu me radhë, tha, asë një Kur'an nuk më shetë. Asë një mushaf, kush nuk më mërë për i libraristem? Kush nuk pranej? Tha, veç e mërëshit, rak e këqyrshin, ja ke tha, e ka prek dora njerit. Fjallë të Zotit nuk janë. E atu tha, kom kuptu që Islami është prej Allahu deri sa s'ka kush që e prek Kur'anin edhe ra shahadet. Vllazën, feja jonë është feja garantume. Me mu a pa mu, me ty a pa ty, me neve a pa neve, feja ko me ecë. Mos u po marak. Xhamit kanë me lulzu, ezani ko mu këndu, kauza ko me rjedhë lirshëm, por let na metet marak një gjë, a do t'jemi në argat kësoj kauze.
A do të qëndrojmë besnik kësaj kauze, qyshe kemi fillu, qyshe kemi nis, a të valë do të mundu me qëndru me bitis. Sot është gjumoja 52 e vitit 2025. E sot një javë fillon gjumoja e parë e vitit 2026. Do më thonë, na jemi tu plak, do më thonë na jemi tu leviz, do më thonë një qerek shekulli ka 100 vjet, 1/4 me sëd po kryet e shekullit 21, mos e harroni. 1/4 e shekullit 21 sot po kryet me gjumo. E llogarite i dashurim soi i gatshëm të tashti me dek e me shku te Allahu edhe mu prezentu për Allahut. A jemi të gatshëm? A kemi shumë punë që na duhet me i bo? Shumë punë na duhet me i bo. Për këtë arsye, njerëzit e mëdhej nuk e lypin dekën pa i kryer ato detyra cilat i kanë marrë për sipër. Kjo ka uzë kombi ton, e fesë ton, kjo po lyp burra, po lyp gra, po lyp njerëz, cilat kanë me i dhonë shpirt këtij populli, kanë me i dhonë elan këtij populli. Jo njerëz që na përçojnë, e na fusin të dashurit e mi në qërë sakaqe, në të cilat pastaj shejtani dhe armiku shekullori shqiptarëve Serboslavia kesh me neve. Na kemi nevoj me na u lehtësu senet, na kena nevoj me u bashku, na kena nevoj për unitet, na kena nevoj për bereqet, na kena nevoj për familje, na kena nevoj për shtet, na kena nevoj për forcë, për shpirt, për zemër, na kena nevoj për një popull që është tolerant, për një popull që është dashamir, për një popull i cili ka prirje të ëmbla për të ardhmen e ndritun, për një popull i cili nuk e mohon vlerën më sublime, projektin më gjigant të këtij populli, gjakun e dëshmorit, heroizmin e tyre heroinave dhe herojve tanë, atë edukim të mirë që na lën emanet pleqët e pleqëve tanë. Prandaj lutni o vllazën, lutni se duaja bën mrekulli, edhe të njëjtën kohë ju lutem për hir të Allahut, për hatër të Zotit, nuk keni nevojë më rrug me njëri tjetrin. Nuk keni nevojë vllazën me shon njëri tjetrin. Nuk keni nevojë më rrug për parti. Që kjo është qëllimi jam, se mas 2 ditë kemi zgjedhje të parakoshme, urgjente, emergjente për parlamentin e Kosovës. Amoni ju koft, mos u rrokni me zveti. Mos u hasmeroni me zveti. Mos u armiqsoni me zveti. Ju lutem, mos e duni kombin nga kënd vështrimi partijak. Kombi është shumë i madh, feja është shumë halo më e madhe. Se çdo parti që është sot ekzistente, këto shkojnë, vine, kanë me shkue, kanë me ardhe. Mirë po, ku po jesëm na? Ku po jetë vllaznillaku jon? Ku po jetë dashuria, ku po jetë respekti, ku po jetë nderi, ku po jetë morali, ku po jetë fytyra? Ku po jesëm na? Këto levizën, kanë leviz, do të levizëm, të gjithë, do të ecëm. Po çka po lojmë mrapa? Qëre katunat në kanë bëshatis, shkollat një pjesë e madhe në katunat në kanë mbyll, xhamit në tendencë, jo pse se dojnë ky popull islamin, po për mungesë xhamatit. Veç kur na vinë vllazët tonë mërgëmtar që po na jeshojnë rrugët e tona, katunat, sheshet, qytetet, se xhamit kom harru kur me pas një xhamat qështu nalt katën e dytë. A i kujtohet xhamia Shqipolit që se nxajke deri për te atje. Jo pse na nuk e dojnë afen, po pjesa e madhe kanë ecë. E neve të dashur të mi dojna me rujt llojin, xhinsin, pleqtojnë xhinsi o lloj. Shqiptari nuk u xon gjakun e tij me përzi, me gjak tjetër. Kulturën e tij, nderin e tij, respektin e tij. Na jemi të ballafaqu me një gjenerat të re e cila nuk e ka përjetu luftën. Shqyqyr që se kanë përjetu, inshallah kur se përjetojnë. Mirë po, në krenarin e atyre fitoreve, jemi të gjithë hisetar. Ne duhet të mbjellëm këtë respekt në mesin tonë. E ju na vetë duke e përjetu, runa zat me pas qëndrim inferior ndaj të arriturave tona të përbashkëta. Allahu inshallah na bën sebeb mu gëzu, e nuk na bën sebeb mu i dhënu.
Inshallah Zoti na bën sebeb çelësat hajrit, e nuk na bën Allahu sebeb çelësat sherrit. Zoti ka lënë dy pol çelësa, edhe çelësin e hajrit, edhe çelësin e sherrit. Bënë më në mirë, bënë më në mirë. Për kam po bësh sebeb për çelës të hajrit apo për çelës të sherrit. A sot jemi një kohë kur rrana, mashtrimi, tradhtit kamuflohen. Tradhtarët i thojnë hero, herojt i thojnë tradhtar. Ai që s'ka bo sen 2 jetë e ko venin më të mirë, e ko përgëzimin më të mirë. Ata që kanë hjek, e në munu, ata kanë venin në fund puse atje. Mirë po, mos me koni hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kisha mu mërzit. Por mas jo qaj hadith, e merë me relax. Se ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, ku marrë një vakt, kur të mirit kanë mi thonë i keq, e të keqit kanë mi thonë i mirë, e kanë mi thonë burri mirë. Mirë po, një din e vlozën, kauza nuk nalet. Një nuk nalet. Vallaj badihova e kanë. Ju në munua ata ma heret me nalet zonën, kush që e nal nuk ka. Derin kiamet, me amen, të lumit Allah, ati kof shumë falë. Shumë e kisha dëshiru me jetu gjatë jetën këtë botë, veç me po që shqiptarët me ecë për para. Me po kë shqiptar që me emrin Allahut më në u këthyat u troje të na i Sanxhoku i Nishit atje. Na gate kena. E me në orë dakiku të e fali namaz në xhami kur të parëve të unë para 150 vjetë e kanë thirë zamën e Muhammedit alayhi salatu selam në të troje. Na duhet jemi të dashur të mi shumë vigilent. Ky popull dhe kjo kauz, ky Kur'an dhe kjo hadith, kjo histori e bekat, kjo një burra me të cilët na do të krenomi. Sot kanë ecë djemë të tanë, vojzat tona, mesat tona, qikat tona, kanë ecë për para. Mirë po nuk u dzën, kjo rini mu varfënu në islam, nuk u dzën shpirt mu varfënu. Nëse ke ecë me shkollë, ti du të me ecë edhe me shpirt. Nëse ke ecë me diplom, ti du të me ecë edhe me iman, edhe me din. Nuk u dzën dini për para e shkolla mrapa, ose shkolla për para e dini mrapa. Duhet me shku paralel. Dashuria ndaj fes edhe dashuria ndaj adhëut. Feja dhe adhë, këtu nuk bën me nda. Tu du të me ecë për para bashk. Edhe këto dyja me bon jetë për izzet e Zotit. Ati kuf shumë falë, Zotin a një muft, Allahu na letësoft. Une me qëllim mboj këtë loj, këtë metodologi të mbjellës së shpresës, sepse koka tona jënë stërmbush me informata shumë dezinformuse, jënë stërmbush me dhe gjitha këto polemikat panevojshme. Jemi lodh, vallaj jemi lodh, billah jemi lodh, pastaj edhe me shtrejtësinë e madhe të artikujve më elementar në tregun tonë. Jemi lodh, në ka lodh shpirti. Mirë po, në xhami duhet me konë fryma më tolerante, fryma ku na morëm energji të reja, ku morëm pozitivitet më shumë, e këtu shkarkojmë negativitetin, këtu shkarkojmë negativitetin, këtu largën hijanetin, këtu jepi blok në kushën e pleherave gjithë negativitet, këtu mbushu me pozitivitet. O vëllohi jam shqiptar, që kur dilsh prej derës xhamis, posh Zotin, ndash me të bo kabul kë namaz, me në mirë për vllaznit e tu. Me në mirë për njerëz të tu, me në mirë për të ardhmen në ndritën. Mos të rritën këta fëmijë me këtë gjuhën polarizuese, me këtë gjuhën negative, me këtë përçarje. Nuk na kryjm punë. Kjo neve na shpartallon e pastaj nuk e kryjm emanetin e dëshmorëve tanë. Faleminderit shumë vëmendje, qofshit bekum. Allah ju dasht, Allah ju mbroft, Allahu të smurt të juj jau shëroft, të vdekujt juj jau më shëroft, njerëzit pa drejt që i kam ba, Allahu dhul gjelal gjdo i burgosin i pa të drejt, Allahu i qliroft, kauzën ton, Allahu e mbroft, historinë e bukur këti populli, Allahu e lulluzoft, Allahu dhul gjelal na begatoft me të mirat veta në dynja edhe në ahiret. Faleminderit shumë, vëmendje, qofshit bekum. Ju e dini që na e kemi adet në xhamin ton, në çdo xhumë 52-ën. Çdo xhumë 52
Se viti ka 52 javë, në çdo xhumon e 52 e qesën postoqin për xhami. Na kemi nis iniciativë me remetu, po dojna me renovu, po dojna me ly, komprit ballë që po na animojnë, anë na krena, kush që na animon nuk ka pas Allahut, pastaj jeni ju. Prandaj dojna me qitë postoqin vllazni, dojna me renovu xhamin. A mundu mu vogate me ato centrat e juj që me fillu me renovu, a nuk mundemi, do ta këshyrëm na. Mirë, por na dojna me abo mundin, e dojna me abo angazhimin që me emër të Allahut bile para Ramazanit ta bëjmë një lyrje kësaj xhamie, e inshallah le të jetë një xhami e bukur sikur edhe xhamit e tjera. Hijeshin e xhamive, të shkollave, shtëpive e bën njëri. Pa juve s'kish pas hijeshi. Mirë po, dojna me boni një argat kësoj punë, Petriti del atje te postoqia, juve Zoti ju bekoft të mirat veta, Allahu non stop ju dhuro. Faleminderit shumë vëmendje, të bekuar qofshin dynja dhe në ahiret ya Rabbul Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد الله زن تزوت من القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مس u shqetësoni, mos u ligështohuni, mos u tutni, mos ju rrok panika, mos e nini veten keq, mos ndjeni keqardhë pa nevojë, se juni më të lartët in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allah inshallah na mundson, e na përkrah, na mbështet, e na fal, e na plotson. Zoti ju rujt e qofshit bekum wa aqimus sala. Artan qysh na e gëzove shpirtin ton me ezanin që ta ka dhënë Zoti, gëzon edhe me ikamet e të falëm bashkë xhuman.